Përshëndetje të gjithëve. Është një kënaqësi që jemi gjithë së bashku sot për të diskutuar për një sektor i cili është një sektor që nga ana e qeverisë konsiderohet si një sektor prioritar jo vetëm për numrin e njerëzve që punëson, por edhe për kontributin që ka në ekonominë shqiptare. Tani duke qenë se unë mbuloj financat, do flasin çik për rëndësinë që ka sektori bujqësisë për ne në terma të shifrave, sepse shifrat, sido që t'i lëvizin, janë kokëforta dhe tregojnë realitetin dhe seriozitetin që ka kjo qeveri në lidhje me sektorin e bujqësisë. Po, pa diskutim, do dalim edhe këtë diskutimi. Tani, po e filloj në vitin 2013. Në vitin 2013 kemi marrë, kur morëm drejtimin e këtij vendi, kemi marrë një bujqësi me një buxhet 34 milion euro. E kemi mbyllur vitin 2025 me një buxhet 162 milion euro, 5 fishi i asaj që morëm. Kemi marrë një bujqësi e cila i kishte eksporte rreth 120 milion euro, e cila do flasim zotëri, e cila sot në terma eksporti është mbi 500 milion euro. Kemi marrë një bujqësi që kishte në sipërfaqe serash 700 hektar. Sot janë trefishuar sipërfaqet e serave mbi 2100 hektar. Kemi marrë një bujqësi ku toka e ujitur ishte rreth 120.000 hektar. Dhe në këtë vit do të shkojmë rreth 300.000 hektar nga 360.000 hektar që është totali i sipërfaqes tokës së ujitur në territorin shqiptar. Në këtë mandat, qeveria është e angazhuar që të ndërtoj një model i cili synon të mbështesi drejt për drejt fermerët. Është një model i cili është i ngritur në 4 komponent kryesor. Është skema e granteve, ku për vitin 2026 kemi parashikuar minimalisht 20 milion euro. Është skema e subvencioneve direkte për fermerët, e cila është 31 milion euro e buxhetuar për vitin 2026. Kemi parashikuar dhe kemi të hapur garancinë sovrane që ju mundson gjithë fermerëve kredi të buta me normë interesi 2% dhe me garanci nga shteti garantohet me rreth 70% vlera e kredisë. Janë 30 milion euro për vitin 2026. Dhe ajo që është më e rëndësishme, e katërta, është kompensimi i TVSH-s për gjithë fermerët, për çdo produkt që keni filluar qisni nga data 1 janar 2026 e në vazhdim do duhet të mblidhni faturat për produktet që çoni tek grumbulluesit dhe 2 herë në vit me 30 qershor dhe me datën 1 janar do të çoni faturat pranë autoriteteve tatimore dhe do të kompensoheni me 10% të vlerës së faturave. Nga ana tjetër, jemi besim plot dhe shpresë plot që në shtator do të hapet dhe i partreshi që janë dhe 118 milion euro të tjera për sektorin e bujqësisë. Tani unë nuk po e zjas më tej, unë pa diskutim nëse janë të mjaftueshme apo jo, patjetër mund të themi që nuk janë të mjaftueshme sepse bujqësia ka nevojë për më shumë, po besoj që jemi në rrugën e dur për ta çuar bujqësinë në një nivel tjetër dhe për ta pasur konkurruese në tregjet europiane. Ju faleminderit.